Përshëndetje gjithë ju të shenjës së dashit. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin e muajit prill për shenjën tuaj. Ju uroj një muaj të mbarë të gjithëve, por dhe gëzuar ditëlindjen të gjithë pjesëtarët e shenjës së dashit. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e javës, videot e muajit mart, sepse ende s'ka përfunduar, videot me tema të ndryshme, por dhe tema për dashurinë në këtë kanal. Dhe ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal, të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë do shohim energjinë që do na vi për muajin prill për shenjën e dashit. Atëherë jemi te energjia e shenjave të zjarit komplet. Gjatë javës së parë shohim që ju mendoni në lidhje me një fillim të ri. Mund të jetë fillimi një dashurie të re dhe ju jeni i vendosni qëllime vetes në lidhje me një dashuri. Shoh që çelësin e kësaj dashurie e keni ju në dorë dhe shoh një fitore, një sukses. Disa prej jush mund të jeni në udhëtime ose ju mund të jeni të mbështetur edhe nga persona të tjerë në lidhje me një dashuri. Shoh që jepni fund një lodhje të gjatë që keni kaluar deri në këto momente në lidhje me njofit, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, por në rastin tjetër shoh fillime të reja kontratash. Mund të keni kontrata të ndryshme, mund të jenë kontrata pune, kontrata shtëpie, por është diçka që ju ka lodhur për një kohë të gjatë. Këtë mund ta merrni edhe në lidhje me qëllime të tjera që ju i keni vendosur vetes. Gjithsesi, në mesin e javës unë shoh një sukses, një fitore. Dhe kjo fitore dhe ky sukses që ju do keni gjatë mesit të javës së parë, do bëj që në fund të javës ju të çliroheni nga një lodhje e gjatë që mund të keni kaluar në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që ju mund të keni pasur. Gjithsesi, shoh disa prej jush jeni duke menduar, jeni të vendosur në qëllimet tuaja për të bërë një udhëtim, mund të jetë një udhëtim i shkurtër ose mund të jenë udhëtime të gjata në lidhje me një person të caktuar, ose ju mund të lëvizni nga një qytet në qytetin tjetër, nga një shtet në shtetin tjetër. Mund të shkoni dhe diku, të mendoni për të shkuar diku në fundjavë. Gjithsesi, në fund të javës shoh një çlirim nga çështje dhe situata që ju kanë lodhur për një kohë të gjatë. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e dytë. Atëherë, në javën e dytë, keni të bëni me energji të shenjave të tokës, energjia e shenjës së gafores dhe energjia e shenjës së peshqve. Ju mund të keni dashëdente ose hënë në këto shenja, por mund të keni të bëni dhe me persona të këtyre shenjave. Për gjithë ata që dëshirojnë të futen në një njohje të re, ndoshta çliroheni nga një lodhje gjatë, ju shoh që në fillim të javës së dytë ju do jepni dhe do merrni me këtë person. Ju mund të shkëmbeni mesazhe, SMS, mund të takoni nga afër me këtë person, por në mesin e javës ju shoh përsëri që keni paqartësi, frikra emocionale në lidhje me ndjenjat ose emocionet, edhe pse ju shoh që keni shumë emocione në lidhje me këtë dashuri. Dhe në fundin e javës shoh që do ndiheni të sakrifikuar në lidhje me një njofit, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Ju do jeni duke analizuar gjatë gjithë kohës në lidhje me këtë person, çfarë ju keni bërë për këtë person, ose çfarë duhet të bëni që këtë person ta keni afër. Dhe në rastin tjetër ju shoh që do merrni disa para në fillim të javës, por ashtu si do t'i merrni, ashtu dhe do t'i jepni. Mund të jenë shpenzime, mund të jenë fatura, mund të jetë një pagesë kredie ose diçka tjetër, por gjithsesi ju do mundoheni të vendosni një lloj balance ose të vendosni ekuilibra më saktë në lidhje me anën tuaj ekonomike, por dhe në lidhje me një person që dëshironi të jeni në njohje, në lidhjet që ju mund të jeni ose në marrëdhëniet tuaja. Gjithsesi, në mesin e javës duhet keni kujdes, sepse mund të keni dhe prapaskena nga persona të ndryshëm në lidhje me një dashuri. Në rastin tjetër mund të keni
paqartësi, frikra emocionale ose persona që ju qëndrojnë afër dhe shoh që këta persona duke sikur ju mbështesin, por faktikisht këta persona mendojnë, veprojnë komplet ndryshe nga ato që ju thonë. Dhe shoh që janë persona që ndoshta punojnë edhe mbrapa shpinës tuaj ose në prapasken mund ta quajmë. Dhe në fund të javës ju do jeni duke analizuar gjitha këto çështje dhe situata që mund të keni në lidhje me persona të tillë. Ju mund të ndjeni sakrifikuar, mendoni që un kam sakrifikuar shumë për një person, un kam sakrifikuar shumë në marrëdhënie, në lidhjet, njohjet, por kjo mund të ketë vlerë edhe në lidhje me punën tuaj ose nga ana ekonomike. Varet se ku i keni ju këto situata. Gjithsesi unë shoh që do jetë shumë e fortë edhe në lidhje me anën ekonomike. Ju ndoshta ju duket e padrejtë që merrni para, ashtu siç i merrni ashtu dhe këto para i jepni, dhe kjo gjë ju fut në paqartësi, në frikra emocionale, në pasiguri ekonomike dhe ju do filloni të analizoni gjithçka rreth këtyre situatave. Por këtë mund ta merrni dhe në çështje dhe situata të ndryshme që ju mund të keni gjatë javës së dytë. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e tretë, edhe pse jeni dielli hyn në shenjën tuaj, ju do jeni në muajin tuaj. Gjithsesi do shohim energjinë e javës së tretë. Atëherë, kemi të bëjmë me energjitë shenjave të tokës, të ajrit dhe të ujit. Në fillim të javës së tretë ju shoh më të vendosur në qëllimet tuaja, do t'i mendoni gjërat më seriozisht, ju do hapni krahët ndaj gjithçkaje. Ndoshta ju shoh që mendoni seriozisht në lidhje me dhe jeni duke menduar gjatë gjithë natës në lidhje me një dashuri, me një person, për njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Ju shoh në gjendje pagjumësie në mesin e javës, edhe pse ju ndjeni të sigurt në lidhje me diçka, në lidhje me disa situata që mund të keni në jetën tuaj, sepse ju shoh ndjeni shumë të sakrifikuar, dhe pse keni kontrata, keni fillime të reja, shoh që ju do keni sukses në lidhje me këto kontrata në javën e parë, ose me një fillim të ri me shumë pasion në dashuri, duke i dhënë fund dhe duke u çliruar nga një lodhje gjatë. Jepni merrni me këtë person, keni paqartësi, duhet keni kujdes sepse mund të jetë një person që ju qëndron afër dhe është një person që nuk e di, mund të bëj në prapasken diçka në lidhje me ju, dhe ju në fund të javës së dytë e ndjeni veten vërtet të sakrifikuar, do harrini të pozicionoheni në fillim të javës së tretë, ju do ndjeni më të sigurt në lidhje me këto situata. Dhe ju shoh që në mesin e javës së tretë ju do jeni në gjendje pagjumësie, gjendje stresi, do jeni duke menduar rreth disa situatave që mund të kenë lidhje në lidhje me një njohje, me lidhjet ose marrëdhëniet, por mund të kenë të bëjnë dhe në lidhje me këto kontrata, në lidhje me anën ekonomike, por dhe me çështje situata të ndryshme që ju mund të keni. Gjithsesi nga nënda e shpatave, kalojmë te nënda e kupave, ju harrini të çliroheni nga këto situata. Ju shoh që një çlirim shpirtëror, do ndjeni më të qetë, do ndjeni më mirë, mbasi ju të dilni, sepse jemi te nënda e shpatave, do dhe ju dilni nga kjo situatë dhe fundi javës ju nxjerr dhe ju çliron, por ndërkohë tregon që ju do ndjeni edhe më emocional, ndoshta edhe në lidhje me këto situata, por unë ju shoh që do ndjeni shumë mirë, do keni lajme të mira nga një person, mund të keni lajme të mira nga fëmijët tuaj, lajme të mira në lidhje me shtëpinë, me këto kontrata të rëndësishme që do keni në rastin tjetër, ndërsa për një pjesë tjetër mund të jenë lajme te vendi punës, por edhe në çështje dhe situata të ndryshme që ju mund të keni. Një pjesë prej jush mund të ketë lidhje edhe me institucione shtetërore, ndoshta me pjesën e shëndetit, me studimet për pjesën tjetër, por gjithsesi unë shoh që ju do keni lajme të mira në lidhje me gjithçka. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e katërt. Atëherë, në javën e katërt kemi kartën e forcës, karta e luanit, kemi energjinë e gjashtë së kupave, energji uji, dhe kemi përsëri energji uji.
Unë ju shoh që ju keni kaluar shumë sfida, shumë vështirësi në lidhje me dashurinë, sepse shoh dhe këtu që ju çliroheni nga këto situata, doni të bëni një fillim të ri dhe në fund të javës 4 ju do ta gjeni forcën brenda vetes për të ecur përpara në lidhje me një dashuri. Dhe ju shoh që mund të jetë një person nga e kaluara, sepse është një person që rikthehet tek ju. Ose ju mund të takoni shpirtin tuaj binjak. Ju gjeni forcën brenda vetes për t'i kaluar gjitha këto situata, aty takoni një person dhe ndjeni vërtet që është shpirti juaj binjak. Dhe shoh që në rastin tjetër mund të jetë një person nga e kaluara, ndërsa për një pjesë tjetër mund të ketë të bëjë në lidhje me çështjet e fëmijëve tuaj, ku ju ndoshta jeni ndjerë sakrifikuar me fëmijët tuaj, jeni në gjendje pagjumësie, duke menduar, dëshironi të çliroheni, ndoshta jeni dhe duke mbështetur fëmijët tuaj nga ana ekonomike, ose shpenzoni shumë për fëmijët tuaj. Gjithsesi, unë ju shoh që ju në mesin e javës 4 do jeni shumë mbështetës ndaj fëmijëve. Ndoshta do qëndroni shumë afër, do jeni duke dalë me fëmijët tuaj, ndoshta do hyni edhe në psikologjinë e fëmijëve tuaj. Ndërsa për një pjesë tjetër mund të kthehen çështje dhe situata nga e kaluara, ose persona mund të takoni një person nga e kaluara juaj, është një person dashamirës dhe kjo gjë do t'ju gëzojë jashtëmase. Ndërsa një pjesë tjetër mund të bëheni pak nostalgjik gjatë mesit të javës 4 në lidhje me një person nga e kaluara juaj. Gjithsesi, në fundin e javës ju shoh që mund të jetë dhe një person që vjen edhe largohet përsëri. Sepse shoh që personi rikthehet dhe shoh jemi përsëri te energjia e ujit, që personi sikur lë mbrapa diçka për të marrë një drejtim më të mirë. Ose mund të jeni dhe ju ata që lini mbrapa këtë situatë, këtë person nga e kaluara për të marrë një drejtim më të mirë për veten tuaj. Dhe do marrim dhe një mesazh nga ëngjëjt. Gjithsesi, është një muaj që ka ato ulje ngritjet e veta, gjithçka ndodh për që gjërat të ndryshojnë pozitivisht dhe unë shoh që ju do arrini të gjeni forcën, do jeni më të ndjeshëm gjatë fundit të muajit, por do largoni, do lini mbrapa dhe do çliroheni nga vështirësitë kaluara. Thjesht keni lajme të mira si në lidhje me punën, me fëmijët, me shtëpinë, me anën ekonomike. Është një muaj me ulje ngritjet e veta. Edhe pse vërtet për shenjën e dashit është një muaj mirë sepse ju jeni në muajin tuaj. Atëherë, marrim një mesazh nga ëngjëjt dhe shohim se çfarë na thotë. Dhe ju do ndiheni të sigurt, thotë, edhe pse mund të ndiheni të lënduar në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme. Dhe ju thotë duhet të kujdeseni për një lëvizje të re, për një hap të ri, që ju të hidhni hapa të reja në lidhje me dashurinë, me njohjet, më thënë edhe pse mund të ndiheni të lënduar, ju do ndiheni më të sigurt në lidhje me hedhjen e hapave drejt dashurisë, drejt njohjeve, drejt lidhjeve ose drejt marrëdhënieve tuaja. Ndërsa për pjesën tjetër mund të ketë lidhje në lidhje me fëmijët, me shtëpinë, në lidhje me studimet për një pjesë tjetër, në lidhje me shëndetin, anën shëndetësore për disa të tjerë, por gjithsesi ju e keni forcën për të hedhur hapa para në lidhje me çfarë do lloj çështje dhe situate që të keni. Dëgjojeni edhe atë intuitën tuaj, thot, ose atë fantazin, ose ato ëndrat që ju keni. Dëgjojeni, thot, për të ecur përpara në lidhje me gjithçka. Është një mesazh fantastik në fakt, pavarësisht që mund të jetë muaj me ulje ngritje. Shoh që ndiheni të lënduar, mund të ndiheni të lënduar nga çështje dhe situata të ndryshme, por ka ardhur momenti që ju të ndiheni të sigurt dhe të hidhni hapa dhe të kujdeseni të hidhni hapa para në lidhje me çfarë do lloj çështje dhe situate që keni në jetën tuaj. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Ju uroj vërtet një muaj sa më të mbar dhe gëzuar ditëlindjen të gjithë ju. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video
nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali. Atëherë ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj video dhe një mbasdite sa më të këndshme.